O e ulët, Rozana debaton me Eglin, ndërhyn gjesti Big Brother VIP Albania 4, një tjetër debat i ashpër ka shpërthyer brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 4, këtë herë mes Rozanës dhe Eglit, duke sjellë tension të madh mes banorëve. Diskutimi mes tyre u përshkallëzua shpejt, duke kaluar nga një debat i zakonshëm në një përplasje me tone të forta. Gjithçka nisi kur Egli bëri një koment që Rozana e konsideroi si provokim dhe mungesë respekti. E irrituar nga qëndrimi i saj, Rozana nuk nguroi të reagojë ashpër duke i thënë: "O e ulët." Një deklaratë që ndezi menjëherë debatin mes tyre. Egli, e njohur për natyrën e saj të drejtë për drejtë, nuk qëndroi pas dhe ju përgjigj Rozanës, duke e akuzuar atë për hipokrizi dhe përpjekje për të luajtur rolin e viktimës, teksa situata po dilte jashtë kontrollit. Gjesti ndërhyri për të qetësuar dy banorët dhe për të shmangur për shkallëzimin e debatit. Ai u përpoq të sillte qetësi duke ju drejtuar të dyjave me tone më të buta dhe duke u kërkuar që të mos e kalonin limitin me fyerje personale. "Mjaft tani, mos e çoni më tej këtë gjë," tha ai, duke tentuar të shuante konfliktin. Reagimet brenda dhe jashtë shtëpisë kanë qenë të shumta, me fansat e Big Brother VIP Albania 4 që janë ndarë në mbështetje të njërës apo tjetrës. Disa mendojnë se Rozana ka reaguar me të drejtë ndaj provokimeve të Eglit, ndërsa të tjerë besojnë se ajo e ka egzageruar situatën. A do të ndikojë ky debat në marrëdhënien mes Rozanës dhe Eglit? A do të vazhdojnë tensionet mes tyre, apo ndërhyrja e gjestit do të ndihmojë në qetësimin e situatës? Mbetet për t'u parë si do të zhvillohen gjërat në ditët e ardhshme brenda shtëpisë më të famshme të momentit.